Udhëzim për votim të personave të verbër dhe personave me shikim të dëmtuar. Neni 1. Komisioni Komunal Zgjedhor në secilin vend votim dorëzon nga një shablon për çdo fletë votimi ku, me ndihmën e alfabetit të Brailit, janë shtypur të dhënat në pajtim me nenet 93, 94, 95, 96, 97 dhe 98 nga kodi zgjedhor. Neni 2. Kur personi që është i verbër ose me shikim të dëmtuar do t'i afrohet vend votimit, Këshilli Zgjedhor është i obliguar që ta informojë votuesin se ekziston mundësi të votojë me ndihmën e shablonit me alfabet të Brailit. Shabloni është i përgatitur ashtu që t'i ndihmojnë personit të verbër, gjithsesi personit me shikim të dëmtuar, të votojnë në mënyrë të pavarur dhe të fshehtë. Neni 3. Pasi të verifikohet identiteti i personit të verbër, gjithsesi personit me shikim të dëmtuar, Këshilli Zgjedhor vendos fletën e votimit në shablonin me alfabetin e Brailit dhe të njëjtin ja jep votuesit i cili është i verbër, gjithsesi me shikim të dëmtuar dhe i sqaron se si mund të realizojë të drejtën e tij për të votuar. Këshilli Zgjedhor i sqaron personit të verbër, gjithsesi personit me shikim të dëmtuar që pasi të votojë, duhet ta heqë fletën e votimit nga shabloni, ta palos fletën e votimit dhe ta fut në kutinë e votimit ndërsa shablonin ta kthen te Këshilli Zgjedhor. Neni 4. Këshilli Zgjedhor pasi të votojë personi me aftësi të kufizuar, respektivisht personi me shikim të dëmtuar, e merr shablonin me alfabetin e Brailit dhe të njëjtin e shfrytëzon për votuesin e radhës, i cili është i verbër, respektivisht person me shikim të dëmtuar. Neni 5. Ky udhëzim hyn në fuqi me ditën e miratimit dhe i njëjti do të publikohet në faqen e internetit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Komisioni Shtetëror Zgjedhor, kryetar Aleksandar Qiçakovski. Ky audio udhëzim për votim të personave të verbër dhe personave me shikim të dëmtuar është mundësuar me përkrahjen e popullit amerikan përmes Agjencionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar, në kuadër të projektit të USAID-it për pjesëmarrje qytetare në Maqedoni. Përmbajtjet janë përgjegjësi e shoqatës për promovim dhe zhvillim të shoqërisë inkluziva dhe nuk i reflektojnë domosdoshmërisht pikpamjet e USAID-it apo të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës.